Në Shkup u mbajt panairi i librit Shqip 2026, një aktivitet që mblodhi botues, shkrimtar, studiues, lexues dhe dashamirës të kulturës shqiptare nga mbar hapësira shqiptare. Për 4 ditë me radhë, sheshi Skënderbeu në komunën e Çajirit u kthye në një qendër të promovimit të librit, leximit dhe vlerave kulturore shqiptare. Organizatorët e aktivitetit theksuan rëndësinë e panairit si një pikë takimi mes autorëve dhe lexuesve, por edhe si një mundësi për forcimin e bashkëpunimit kulturor mes shqiptarëve në rajon. Libri ka qenë gjithmonë udhëtimi më i sigurt i një kombi. Ai ka mbijetuar kohëve të vështira, në të njëjtën kohë është një shprehje fuqisë së fjalës shqipe, e cila vazhdon të kapërcej kohën dhe kufit. Falenderoj të gjithë shkrimtarët tanë një për një, në të gjitha trojet shqiptare kudo ku ata shkruajnë, madje edhe në diasporë, që pasurojnë me veprën e tyre letërsinë shqipe dhe i japin jetë gjuhës sonë të mrekullueshme shqipe. Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do ta mbrojmë të gjuhë dhe do ta çojmë atë në nivele të tjera. Në sytë e Skënderbeut të madh është një event i jashtëzakonshëm i cili nuk ka vlerë thjesht për librin, për shkrimtarët, për lexuesit, por ka një vlerë kombëtare. Panairi i librit Shqip në Shkup u vlerësua si një ngjarje me rëndësi të veçantë për kulturën shqiptare, duke hedhur themelet për një traditë të re që synon të bashkojë çdo vit autor, botues dhe lexues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës.